Selam aleikum. A bën me lënë punën apo në një kompani shkaku i detyrimit të rrumjes së mjekrës? Aleikum selam rahmetullah. Risku është në dorën e Allahut. Njerëzit e kompanitë janë vetëm sebeb. Duhet mi marrë sebepet halal, me u ndalë të harami. Sa respektohet vendi i punës, qaq sa nuk në përkëmbet rregullat edhe ligjet e Zotit. Në rastin tënd, themi ka dallim nëse detyron me rru mjekrën, edhe ka dallim nëse detyron me shkurtu në një masë të caktuar apo të arsyeshme. Tash pa hyrë detaje sa gisht edhe sa centim. Tjetra pastaj është edhe pashtu ka dallim nëse je në një vend edhe i ke rrethanat me gjetë një punë tjetër, edhe nuk i ke rrethanat me gjetë një punë tjetër, apo je në një siklet familjar, ekonomik, edhe duke kalu vendin në një krizë të pa imagjinueshme. Të gjitha këto pastaj si themi e letojnë ose e vështirësojnë këtë situatë. Gjithsesi, në parim, na kemi rregullin që nuk respektohet krijesa nëse urdhni i krijesës është në kundërshtim me urdhnin e Zotit. Pastaj kush lën diçka për hir të Zotit, Allahu ja kompenzon me diçka më të xhairet. Çfarë themi? Themi që bën punëtori mirë, mos jep arsye atij që më çit prej punës. Nëse s'ka arsye tjetër, ai thjesht don veç për këtë veprim për shkak të mjekrës me çit prej punës, atëherë bëhu i Zotit, gjaj punë shpejt e shpejt tjetër kund, edhe nraj punën. Në parim themi nuk lejohet me hek mjekrën për shkak të vendit punës.